Karrige të thyera, gjama të krisur dhe mungese banjove. Kjo është gjendja e kabinës ku qëndrojnë policët të cilët ruajnë varrin e presidentit Ibrahim Rugova në Velani të Prishtinës. Shënjestër ka siguruar pamje ekskluzive brenda kësaj hapësire ku dëshmohen kushtet e tmerrshme të punës. Lidhur me situatën, nga sindikata e policisë thonë se do të bëjnë kërkesë për rregullimin e saj. Edhe ju sindikatore, edhe ne si kryetari i sindikatës, përfaqësuesi i policëve, unë që thonë nisa mirë për problemin e politit. Do me thonë edhe për çfarë rast kemi anisme ndërmor mosa. Absolutisht njëherë. Të këtejna nxyrës. Para rreth një muaji, Shënjestër ka publikuar një hulumtim për kushtet të ngjashme të këqija në kabinën e policëve që ruajnë shtëpinë e ministrit të Brendshëm, Xhelal Sfeshla. Pas hulumtimit, Inspektorati i Punës kishte filluar trajtimin e rastit ku shkelet ligji i sigurisë dhe shëndetit në punë. Tek 3 javë më vonë, nga ky institucion u kujtuan të thonë se nuk kanë kompetencë për të ndërmarrë diçka. Duke ju referuar dispozitave ligjore të lartcekura, Inspektorati Qendror i Punës nuk ka kompetencë ligjore për trajtimin e rastit të parashtruar. E koment nuk ka shefi i qeverisë Albin Kurti. Besoj që është rëndësishme të pyesni te policia e Kosovës për këtë gjë dhe tek ministri sepse nuk është e përshtatshme që të përgjigjem. Heshtjen ngjashëm si policia e Kosovës e ka zgjedhur si përgjigje ministri Sfeshla, të cilit pyetjet ju dërguan në WhatsApp. Shënjestër.net